Është konfirmuar se ky është një lajmërim standard që është bërë edhe në vende të tjera të botës, përfshi edhe të Bashkimit Evropian. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari përcolli për qytetarët këtë mesazh qetësie siç e cilsoi ai, pas alarmit të ngritur nga paralajmërimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara për rrezikun e sulmeve nga grupet të lidhura me Iranin, duke theksuar se agjencitë shqiptare po zbatojnë një plan masash që përfshin infrastrukturën e cilësuar kritike. Jo vetëm kemi bërë vlerësimin e riskut, por edhe një plan masash lidhur me jo vetëm sigurinë publike në sheshe publike, në vendodhje me rëndësi kritike, por dhe infrastrukturën kritike në tërësi. Lamallari u ndal veçanërisht te kërcënimet që zhvillohen përmes dezinformimit në rrjetet sociale, apo që përdoren për të ofruar destabilitet apo përshtypjen e një vendi të pasigurt. Apo metoda ndryshme që mund të përdoren për të krijuar destabilitet ose përshtypje të një vendi të pasigurt. Kjo është në fakt dëmi më i madh që mund të bëjë një vendi. Dhe në këtë çështje kishte një thumbim politik për protestat e opozitës. Nga agjendat caktuara politike, të cilat vënë politikën e ditës përpara sesa çdo interesi kombëtar, që është integrimi i vendit dhe perceptimi i vendit si një vend i sigurt. I pyetur për disa nga ngjarjet më të bujshme në vend, ministri i Brendshëm refuzoi të japë një koment mbi fatin e Ervis Martinajt, i zhdukur pa gjurmë që prej vitit 2023. Nuk mund të adresohet për vetë faktin sepse do kërkonte përfshirjen e një titullari politik në çështje operacionale. Foli për planet e mbështetjes së forcave të policisë së shtetit, por edhe pastrimin e strukturës nga të ashtu quajturit policët e pistë, siç cilësohen ata të përfshirë në bashkëpunim me krimin. Përjashtim nga policia e shtetit dhe çojnë përpara drejtësisë. Një përgjigje pati edhe për bashkëpunimin me SPAK. Që rezultatet arrihen bazuar në bashkëpunimin e përditshëm dhe bazuar në besim. Qarkullimi me monopatina do të mbetet i ndaluar, pasi rregulloria e paralajmëruar për lëvizjen e tyre në rrugë nuk është gati. Deri në momentin që të kemë diçka të pjekur, të konsoliduar, të mirë menduar dhe jo për qëllime populiste apo edhe tregtare,